Cilat ishin format me të cilat u shfaqte Xhibrili a.s. gjatë shpalljes së Kuranit? Xhibrili alayhi salatu wassalam, të cilin Allahu dhul Xhelal e angazhoi për zbritjen e shpalljeve, po edhe për Kur'anin, ka ardhur në dy forma te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Forma e parë që ka ardhur ka qenë më e rëndë dhe më e vështirë dhe ka kërku shumë përgatitje, para përgatitje për Muhammedin alayhi salatu wassalam, se ka ardhur në formë të zanit të zhurmës së zilës. Subhanallah. Për pejgamberin alayhi salatu wassalam, tash vetëm aje ka përjetuar atë. Edhe e ka ditë se po i vjen shpallja. Edhe është dashur të përgatitet në gjitha aspektet. Përgatitet moralisht, psikikisht, edhe thuhet se kanë qenë flatrat, zhurma e flatrave të Xhibrilit alayhi salatu wassalam. Krijesë shumë madhështore, gjigante, Xhibrili alayhi salatu wassalam. Edhe përderisa thuhet se pejgamberi alayhi salatu wassalam është djersit. Shumë raste kur i ka ardhur në këtë formë, kanë shumë e rëndë. Mirë po, atë Allahu e ka zgjedhë, edhe është dashur të qëndron i fortë, edhe ta pranon atë çka Allahu ja shpall. Kjo ka qenë më e rënda për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kurse forma tjetër që i ka ardhur Xhibrili alayhi salatu wassalam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë që ka ardhur në formë të njeriut. Bile tregohet se i ka ardhur në formën e njënit prej sahabëve radiallahu ta'ala anhu, po edhe në forma tjera. Kjo ka qenë më e lehtë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, se ka qenë kontakti i njëjtë, njeri. Edhe pse ka qenë Xhibrili, mirë po si formë, si doke, ka qenë më e lehtë, më komode për pejgamberin alayhi